لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nalesh për pak dhe e sheh veten të veshur me të bardha. Dhe me të bardha I drejtohesh Allahut Azza wa Jall duke thënë të përgjigjem o Zoti im të përgjigjem. Dhe mendon për pak se sa herë gjatë ditës I veshun jo me të bardha, por me një ngjyrë tjetër, ti I përgjigjesh nefsit tënd, I përgjigjesh shejtanit, I përgjigjesh situatave të ndryshme me të cilat përballesh, ndoshta edhe larg Zotit, ndoshta larg asaj për cilën Allah Azza wa Jall është razi për ty. Dhe vjen një moment që Allah Azza wa Jall të thret në shtëpinë e tij dhe ti thu të përgjigjem o Zoti im të përgjigjem. Është një moment reflektimi të dashurit e mi, që njeriu me kuptu se përtej çdo situate me cilën përballet në jetën e tij dhe përtej çdo sprove a vështirësie, a përtej çdo tundimi a cytje, nuk ka diçka më fisnike se sa më ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, ndërsa të tjerat janë interesa kalimtare të kësaj bote të përkohshme. Shikoni me vëmendje se si njerëzit nga anë e manë botës vinë dhe I përgjigjen Zotit të tyre me lebejk Allahumma lebejk. A nuk është kjo një thirrje hyjnore dhe një dëshmi e përsëritur në kohë, e përsëritur në forma të ndryshme, dimensione të ndryshme, por në të njëjtin vend, që njeriu me ju përgjigj Zotit të tij dhe me jetu me dinjitet, që njeriu nëpërmjet përgjigjes që I bën Allahut Azza wa Jall në fakt fiton bardhësinë, tamam si rroba e bardhë me të cilën njeriu është vesh, tamam si rroba e bardhë me të cilën Allah Azza wa Jall don që njeriu me ardh drejt tij. Si për t'i thënë që teksa më përgjigjesh, ti do të qëndrosh I bardhë, I veshur me të bardha, vepra e jote dëshmon bardhësi, vepra e jote përhap bardhësi. Ti je I bardhë. Edhe dominon me gjithçka thirrja Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu është më I madhi. Allahu është më I madhi. Allahu ju dashur. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa Allah.